Ne mund të themi se kjo ndodh për shkak se ne sot jetojmë në një shoqëri globale, në të cilën na jemi të ekspozuar, do të thotë vazhdimisht 24 orë ditë me lajme të cilat na vijnë nga vatra të ndryshme të konflikteve që aktualisht po zhvillohen në botë, duke përfshirë konfliktin në Evropën lindore mes Rusisë dhe Ukrainës, por edhe 2 viteve të fundit, do të thotë, me konfliktin që ka shpërthyer në lindjen e mesme. Do të thotë, dhe natyrisht lindja e mesme gjithmonë ngjall interesim të madh jo vetëm tek ne, por edhe tek shoqëritë tjera, për shkak se ai është një konflikt i vjetër, një konflikt që shpesh herë rrezikon me marrë përmasa dramatike që i ka përcejnë rajonin dhe më shndru në konflikt të përmasave ma. Gazeta e Lindje e ka qytë lindja afërt, si lexon, pasi ka thënë lindja e mesme, tash lindja e mesme na kena e marrim prej media amerikane, kanë pas. Jo, kjo ka mbet prej lindja afërt. Kjo ka mbet prej kohës perandorisë osmane. Domethënë perandorinë osmane është konsideruar lindja e afërt. Do të thotë është një term që ka mbet në qarkullimin edhe në debatet politike, në terminologjinë politike, megjithatë nuk ka shumë rëndësi. Një aspekt tjetër është për shkak se lidhet natyrisht me besimin fetar, të cilit i takojnë edhe shqiptarët, do të fesë islame, dhe natyrisht edhe përgjithsisht, do të thotë, janë pikërisht ata të cilët janë të lidhur më shumë me këtë besim, me fenë islame, të cilët janë më të ndihshëm, më sensibël ndaj konflikteve të cilat ndodhin atje, sidomos në situatat kur atje ashpërsohet apo agravon konflikti i vjetër midis Izraelit edhe palestinezëve, si rezultat i një kontesti, një mosmarrëveshje të madhe e cila tash e 77 vjet, do të thotë, nuk po arrin me gjetë zgjidhje, faktikisht qysh pe krijimit të shtetit të Izraelit vitin 1948, kur vendet arabe për rreth, do të thotë, nuk e kanë pranuar lindjen e këtij shteti, nuk e kanë pranuar ekzistencën e tij, nuk e pranojnë ende sot e kësaj dite dhe janë mundu në faza të ndryshme apo në periudha të ndryshme të kësaj periudhe historike me luftu edhe me eliminu këtë shtet. Me shkatru. Fillimisht, do të thotë, janë mundu vetë shtetet ekzistuese arabe, do të thotë vitin 1948, kur është shpall Izraeli shteti i pavarur, menjëherë ka pas një përpjekje nga shtetet, do të thotë Siria, Egjipti, që janë në kufi me Jordania, me pengu krijimin e këtij shteti. Pastaj, do të thotë, kanë ndodhur disa konflikte të tjera, pastaj është konflikti i famshëm i vitit 1967, lufta e 6 ditëve. Do të thotë, ku një koalicion i madh Siri, Jordani, Egjipt janë mundu me shkatru Izraelin, por siç e dim nga historia kanë pësuar një debakel mëna 6 ditëve. Pastaj është një përpjekje tretë është bën në vitin 1973, quhet lufta e Yom Kipurit, ku përsëri Egjipti, mendimin e disa shtete janë mundu me asgjësu shtetin Izraelit, përsëri kanë pësuar disfat. Dhe në një moment të caktuar, Egjipti si fuqi rajonale vjen në përfundimin se Izraeli nuk mund të eliminohet ushtarakisht, edhe gjëja më e mirë është që me mri një marrëveshje të normalizimit. Është 1978 kur është arrit marrëveshja mes Egjiptit dhe Izraelit për normalizim të marrëdhënieve. Ata që duket që sot e mbështet fakt edhe Arabia Saudite, por që mendojnë që kjo nuk është punë. Pas kësaj vendet arabe kanë hequr dorë nga ideja që me zhduk Izraelin përmes agresionit ushtarak shtetënor. Edhe kanë zëvendësuar me një strategji tjetër me luftu Izraelin përmes organizatave jo shtetënore, po që mbështetuna pej shteteve, dhe si rezultat kanë lindur të Hizbullahu, pak më vonë Hamasi, do të thotë grupet e tjera, të cilat kanë pas për qëllim me vazhdu qatë idenë që shtetet arabe nuk e njohin ekzistencën e këtij shteti dhe do të bëjnë që është e mundur për ta eliminu. Sa i përket këtij sentimenti, dëgjoni, në vitet e Jugosllavisë komuniste, do të thotë, Jugoslavia Titos atëherë ka qenë do të thotë mbështetëse e hapur e shteteve arabe në këtë konflikt. Do të thotë edhe Egjiptit, edhe Sirisë, edhe Jordanisë e kështu me radhë. Kështu që ai sentimenti antisemit
anti-izraelit, do të thotë, për mendimin tim, i ka rënjët pikërisht në atë periudhë. Në periudhën e Jugoslavisë së Titës. Për shembull, na kemi një situatë shumë interesante, e cila për mendimin tim është shumë tragjike, e cila përsëritet vazhdimisht. Për shembull, në vitin 1990, kur ne kemi qenë të shtypur për Serbisë, sistematikisht, ju e dini se në atë kohë na është suprimuar autonomia me tankse, dhe na janë shkatruar të gjitha institucionet e autonomisë së 74-s, në atë kohë ne protestojshim dhe kërkojshim ndihmë prej Amerikës. Kush e mban mend atë periudhë 1990. Vitin 1991, kur ndodhi sulmi i Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Irakut, për me çliru Kuvajtin, të cilin e kishte pushtu Iraku. Ata kemë bërë me Sadamin. Një pjesë e madhe shqiptarëve lobëshin tifo për fituarën e Sadamit. Këne i kërkojshin ndihmë për Amerikës, këne ishe me Sadam. Do të një paradoks i çuditshëm. Diçka është përsëritur edhe pas luftës, edhe sot përsëritet, do të thotë. Shikoni. Unë e kuptoj deri në farmasë solidaritetin për te interesave shtetënore të azon me çështjen palestineze. Normale, njëri. Veç unë nuk i kuptoj qysh sot njerëzit mundën me qenë shqiptarë Kosovës, edhe mundën me qenë pro-Iranit. Se duke qenë pro-Iranit i edhe pro-Rusisë. Edhe haptas, do të thotë më shtetit. Një shtet i cili nuk e nje Kosovën, se ka njohur pavarësinë e Kosovës, nuk e nje, kudo ku jepet mundësia lëbën edhe flet kundër pavarësisë të Kosovës, një shtet i cili ka dhënë Miloševićit armë gjatë kohës kur na kemi qenë luftë me ta, edhe shqiptarët e zi dalin, edhe thonë na jemi me Iranin. Pse? Sepse këtu gjatë tyre viteve është krijuar një sentiment anti-amerikan. Një urrejtje kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe kur ti je kundër Shteteve të Amerikës, ti je me secilin që është kundër Amerikës. Qoftë ai armik yti. Do të thotë është një paradoks, po s'është paradoks, për mendimin tim është edhe një lloj marrëzie, edhe për më tepër është një lloj tradhtie. Se tradhti do të thotë nëse ti vepron kundër interesave të shtetit tënd. Okej. Po të një reagim më duket Fuad. Jo, për ata se që në atë kohë Sadamin Irakin e kanë mbështetën në Jugosllavinë sepse Amerika dhe atëherë Amerika dhe Anglia kanë mbështetur Irakun në luftë kundër Iranit. Jo, luftë kundër Irakun. Jo, Amerika me Iraku me Iran. Kurse në luftën Amerika me Irakun shumë pak ka pas tendenca që të bëhet një mbështetje e publike. Unë nuk kam rrjete sociale, nuk i përcjelli shumë, nuk e di që është gjendja, por sa i përket Iranit, në aspektin fetar, Kosova si shtet, si vend me shumicë muslimane sunite, në aspektin fetar nuk e mbështesin Iranit. Ta dish, se ka... Jo, me lidha me anti-amerikanizmin, se lidha me... Nëse ka ndonjë mbështetje në Kosovë, momentalisht janë dy gjëra që mbështeten publikisht. Është Ukraina që mbështetet, ne keni publikisht me atë flamurin, do të thonë, kudo në qendër të Prishtinës. Edhe interesant, Palestinën e kanë mbështeten grupi LGBT në paradën e fundit e kanë pas flamurin palestinez edhe baneret e shkruar që mjaft genocidet. Pra, kanë qenë aktivistë publike. E majta lidhet shpesh me këto lëvizje. Publike, domethënë, këto janë dy gjëra. E para, nuk është ndoshta një ndjenjë që e mbështetin aspektin që mbështetet një në aspektin Iranit që mbështetet sot. Nuk kam shumë njohuri, sinqerisht që ka mbështetje shumë, ma shumë kalkulojnë atë aspektin se si do të zhvillohet lufta në raport me Palestinën se sa që mbështetin konfliktin me Iran. Po dhe veç kush është mbrojtës si Palestinës? Irania? E tash. Jo, tash, nëse ju kujtojt, këtu kena debatu para një kohë dhe kam thonë që ka me ba një pastrim. Pastaj cokë i final është Irani. E këtu e kom pason para shumë mujve. Por, qëka ka ndodhë? Ndodhi një janë në pushim, sot. Njerëzit nuk u besojnë, se nuk u kanë qef me besu që ka armë pushim. Se nuk i kanë realizu, asë një ca që të veta nuk i ka realizu. Ju i kanë realizu, për shumë potenciali i krijimit tonë me bërthamorët i Iranit ka rënë djeshtë. Nuk, tashti ju mundi me thonë që adush, i keni agjensit ndërkombëtare për
armatimin bërthamor, nëse do të kishtë pas asgjësim të aspektin nuklear, kishte me pas rrezatim. Pak të 10 kilometra rreth atyne impionteve ose qytete. Deri me tani nuk ka asnjë rrezatim. Është e thotë që ka dëmtime edhe një paralizim përkohshëm, por dëmtim nuk ka. Ca ku tjetër ka thonë që do tjetë ndrimi i regjimit në Iran. Nuk u bë ndrimi i regjimit në Iran. Me njëherë... Presidenti Trump ka deklaruar para zorëve që se ka qëllim. Tash ka deklaruar. Tash para disa djemë duket asë di kur ka deklaruar. Erdhë një moment kur presidenti Trump u bëhet një person i cili ishte shumë i interesuar që ta zgjidhë problemin e lindjes të afërme ose të mesme, se Irani i përket lindjes mesme duket atje. Edhe dikush e propozoi për çmimin Nobel për paqe. Më duket aty ke ajo kthesa kryesore në atë mozaikun e veprimeve të tij, që ai duhet nga një person që ishte pro luftës në një zjarrvez, në një zjarr fiks, edhe dul përpara ambicjet e tina për me qenën i nominum për paqe, për çmimin Nobel për paqe. Besoj që kjo ka të bëjë pastaj edhe me Ukrainën, por nuk e kam qartë me Palestinën çka do të ndodhë. A është aty e përfshim edhe Palestina, se tash botërisht dihet që edhe vetë kë presidenti vetë qeverisës, administratës vetë qeverisë Palestinës Abbas e ka mbështetën Izraelin, do të thonë e ka sulmu Katarin edhe ka dënu sulmin e Iranit në Katar, në bazën amerikane. Autoriteti palestinez. Autoriteti palestinez, po. Pra që është në bregun perëndimor. Në bregun perëndimor. Por Gaza... Asnjëherë s'ka folë për Gaza. Do të thonë, asnjëherë s'ka folë për Gaza edhe çfarë të ndodh atje. Edhe këtu është shumë vështirë, tash me ditë ose me zbulu. Pa ta lexuani koment një analisti amerikan, tha për larg lindja mesme duket si i ki qarta situatën atje. Pastaj sa më shumë që ja bën zoomin, çfarë më të paqarta janë situata. Shumë kompleksisht edhe po pikërisht, vetë ta përfundoj. Po, përfundoj. Do të thonë se kur ishte të thotë është dëshmu Izraeli i ka bën një luftë 6 ditore. 67-ën, po, jeni saktë. Ky duket ka qenë rekord se Izraeli e bëni një rekord, e bëni një luftë 12 ditore. Po. Do e thej rekordin e vet edhe u step. Si duket nëse nuk do të kishte prapa veti ato, nuk do të kishte mundësi me bë asnjë luftë